Allah me falenderoj për ti falin e ndim kërkon. Kërkon mbrojtje për të ligave të shpirtit tonë. A që Allah subhanahu wa ta'ala dhe zënë në rrugëret e drejt nuk ka kush e humbur. Ndërsa të cilën të humbur nuk ka kush e dhe zënë në rrugëret e drejt. I dhe vërë salavatët Muhammedit a.s. Familësit pasër, shokët i të ndershëm, dhe të natërë që të eqin dhe ndjekin rrugën e ti me përpikshmëri. Nuk ka dyshim se fjallë më të mira e fjallë të Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se çdo lisi, çdo bidat e çon njeriu në humbje dhe çdo humbje në përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Allah na ruaj në zjarrin e xhenemit. Ne dhe të drejtojmë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë në këtë jetë në jetën e kësaj bote të kem një mundësi. Në këtë botë e kem një mundësi. Një, jo dy. Njëherë keme jetu këtë jetë. Njëherë keme jetu dhe njeriu i mençur i cili ka mençuri, e ka mendjen e ngritur, atëherë nuk lunë me këtë. Se me pas mundësinë e dytë që shikon hajtë pare me provoj kështu, e dytë e me provoj në një formë tjetër. Nuk ka dy, vetëm një është, një jetë është në këtë botë. Atëherë, nasibi, ndarja që njeriu ka në këtë jetë, në këtë botë, është se ai duhet ta shfrytëzojë. Dhe shfrytëzon atë në të mirën e tij që i bën dobi. Në të mirën e tij që i bën dobi. Me shfrytëzu këtë jetë për shtëpinë e përjetshme për ahiretin e tij. Ka shpëtu ai i cili e përdor këtë dynja për ahiret dhe është i humbur dhe i shkatrum është ai i cili përmes kësaj dynjaje e humb ahiretin e tij. Unë kam me përmend vesh një ajet dhe një hadith. Edhe me përmjë hëtëve. Dhe që këtë ajet malë që thëtë Allah të barëke wa ta'ala në surën Qasas, ajetin 77. Ba'de udhu billahi min ash-shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Thëtë Allahu, dhe ma atë që të ka dhenë Allahu, kërko të fitosh botën tjetër, e mos le mongu atë që të takon nga që botë. Me të vërtet porosi e madhe dhe ardhë. وابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة. Shfrytëzoje këtë mundësi që Zoti të ka jepë, ty që të ka vëru. Shfrytëzoje atë që Zoti të ka jepë në këtë jetë, që ta fitosh ahiretin, wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe nëse haro nasibin, hisën tonë në dynja që e ke. Para të dashurit e mi, dije tjedhon, se dit në dynja i ketë numrume, wallahi billahi nuk ka qëndru Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam në përjetësi këtë dynja, me ndonë që kime jetu tip në përjetësi. A me ndonë se kime mbet gjithmonë dynja. Krejt pejgamber të Allahut prej Ademit a.s. e dejtë Muhammedi a.s. kanë shiju, kanë pi prej vdekjes. A kujton që kime i ikë sa i pije? A kujton të edhune se kime i ikë? Për atë Allah i tha, inneke mejjitun wa innehum mejjitun. O Muhammed, ti do të vdesesh, dhe ata do të vdesin. E i mençur është ai njeri i cili
i shfrytëzon ditët e tij që i ka në dispozicion. Për atë Hasan al-Basri, ibn Adam, innaka yawmun, o biri Ademit, në gjëhet përësit, Hasan al-Basri, o biri Ademit, ti e vetëm disa dit, ja Allah. فإذا ذهب يوما ذهب بعضك. Nëse shkon një dit, ka shku një pjesë e jetës tënde, ka shku një pjesë e jotja. Ti që i ki 20 vjetë, 30, 40, 50, 60, 70, a kujton ti se edhe aq ki me tu? Ndoshta këta që i kanë 20, e kanë një farë këngujti dhe jetë i shala dhe 20, edhe në 30. Ama që ta që i kanë bi 40, mas 40, ti që i bo 40 vjetë, a ki me tu 40? 40. Lërgo, në vajtë. Ama ti dush me shfrytëzu i dashur jem, me shfrytëzu jetën tënde. Me shfrytëzu për ahiret, si kurse ka shfrytëzu Ebu Dahdaja. E keni të gjurë për Ebu Dahda? Radiallahu anhu, Ebu Dahda. Në sahabi i madhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë drejtimat e pejgamberit alaihi salatu wassalam, i ka thënë ja Rasulullah, na ka pru Zoti mi aqit megjen tokës që na ka lënë baba. Po një palm e hurmes e kojshis ka dalë me qëton, lutë ato që të na falë, e të rafojmë jetima. O shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka folë ati zotëris, i ka thona ja Rasulullah, amantu billahi, kom besu Allahun, ama am diçka prej dynjas. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepja trupin e palmes jetimave, e ki një trup në gjennet. Ja Rasulullah, gjennet e haku po të diçka prej dynjas. Ebu Dahdaja për ndëgjën bisedën mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ati personit. Kur u këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e po që s'po donë, me zërës maliki, u këthy. Erdhë Ebu Dahdaja ka ja Rasulullah, nëse unë e bindi, e kom tha, e kom qatë pëmë gjennet edhe në? Tha po. Erdhë Ebu Dahdaja, ku shumë Ebu Dahdaja të dashurit e mi, Ebu Dahdaja këtë Medine e kanë ditë shtëpin matë mirën Medine e ka posë. Palat. Shto janë, po flasin para 1447 viteve. Plus në shtëpin e ti bunar. Plus një plantaj të madhe të hurmave. Krejt Medina kanë folë për pasurin e Ebu Dahdas. Këtë kanë pas të atë një shpisti. Me të ratë mirat, i ka ardhë Ebu Dahdaja, i ka ardhë ti personi ka thonë, fatë të rëpë të palmes që e ki, që ka dalë në mezë të jetimave. Apo ma jetë, po i ndërojnë me shtëpi. Ka thonë, po ku shete? Ka thonë, a kemë dëgju, ka thonë për shtëpine e Ebu Dahdas? Po, që ta mërmenje me të eftë Ebu Dahdaja, me të eftë krejtë shpinë, me bunar, me hurme, me krejtë. A ti se merë të rëna, po kanë hajgara, se të dikën tjetëra, a dhe shku në gjetëra me bajgara me mua, do të vallahi billahi krejtë tjetër Ebu Dahdaja për atë temë në gjetëmet. Sa po më leja këshajtë të asletë e tonë, dhe unë me Ebu Dahdaja pa shkajtin. E mora ta shkujtë e ti ma pa rëthejni, për Allahu pa edhe për dërgumin e ti kohë, u këthy të shpia, dëruja i shdalë, që përse së të dëru, që e ka shtëpine vetë, mbretëria e dërusë shtëpia. Mbretëria e dërusë shtëpia. Mbretëria e shtë të të varë shumë mirë, zdo një alirë, zdo që kere. Mbretëria e dërusë shtëpia. Pik. Jo qarësia. Jo puna, jo ajo. Nuk jam kunder nëse është një punë që nuk o kundështin me Allahun dhe me liqë në Allah subhanahu wa ta'ala, po të të punan. Ama prioritet është shtëpia, mulki i saj, mbretëria e saj është shtëpia. Se sot me konë non, me konë mbretëresh në shtëpi, nuk është bo, as të fili nuk o. As të fili së. Sot të kërë e soti, ma u këfigurë të shpi. Allahu në përmisot, ja. Edhe ajo zëtëri, ajo zënjush,
Ajo zonjë madhe, edhe bitë vetë, në mërkun e saj, në vërtërin e saj, në shtëpin e saj, në borin e shtëpis, të rrit me fbi, po vene ku Dahdaja ka thëtë, ja, umme Dahda! Po të kojë me Dahdas, del prej shpis se buri jëtë sa e ka shqit shpin, e ka shqit sa shpin e vetë, edhe ka bërë trekti. Kjo tha, me kënë tha, me kënë pas ka bërë trekti, një me kënë, fara Allahun, del dhe se në Allahun ka bërë trekti, dojnë unë më Dahda, asë se zgati, asë si the, në re ka shpi, ati kërë në konë, ati që ke pas, jo, i mërë vlak dhe vlak përdora dhe disi me dojnë për shpis të dojnë, njoni për vlak dhe kishman, bashkë që në shpitlet, e kishman një kokër hurme, dhe i keme hongër e lërme i nona për i gojës, pa heket njoni nonës të tha se nuk është e janë atja. Edhe dojnë për shtëpis. وابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة. Shfrytëzoje, fitoje me atë që Zotit ka jep me fitu ahiretin. Edhe hadithi dashurit e mirë që du me përmbyll të tëtë me ta, që të thëtë pejgamberi s.a.s. këna fyllë neve kërejë. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Thot Abi Ya'la Shaddad ibn Aws se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë iman çor është ai që e mbon vetëm me kontroll dhe punon për atë që vjen pas vdekjes. A dërë me koni menqë, këto dush me bo të rënë, me punun këtë dynja për ata që ka vjen pas kësaj dynjave, se këtë dynja as kush me veti se ka mërë. A disa miljarderi e ka shkel këtë tokë, e s'kash është ndër tokë, miliardat i kanë vetë, mi tokë kanë marë pasast e ti, jo ndaj e është përdoj, as një me veti s'ka mërë. E ki po të dashurë e një, kur të vdekti, kush e që finosën, e ki po që fini, s'ka gjepa, pa gjepa është, këllat kretë, kur gjoski me mora së jasëne. Ama ato që Allahu ta ka jepë këtë botë, nëse shfrytëzon për botën tjetër, Wallahi billahi keme shpërtu billahi ta'ala në dynja në akhirat. Pasaj vazhdon hadithi dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Thot e pëmënqër është ai i cili i ndjek epshet e ti. E ndjek havan e ti, epshet, eket, edhe jeton me shpresa prej Allahu. Të shpresu, hajtë se bohet mirë, hajtë se vjen me gëllmoti me ta marrë shpirtin. Dërmaj hajtë se nesër, hajtë se nesër. Para të dhe Allah e ka përmenë Kur'an ka thonë Ara'ejte ledi tëkhade ilahehu hawa. Pasha Allahun, jo që kemë në shybe në fjallën Allahut, kjo ajet për e lezon besimtare, kjo është ashtën imanin edhe jaqinin bindjen në Allahun ma shumë. Se i shetu i prejk, që to shka e ka thonë Allahun, na e prejkim me tur tonë, edhe i shohim njerë sot, Allahun, Ara'ejte ledi tëkhade ilahehu hawa. Eke pohët, atë njeri të cilin e ka marrë thët për zët dhe vetën e vetë epshin e ti. Sa njeri sot e ka zët epshin e ti? E ka biznisin e ti zët, punën e ti e ka zët, karjerën e ti e ka zët, tekët e ti ka zët. Allah në ujë kësë gjendë, ja Rabbel Alamin. Ja Rabbi, në furnizat, në furnizat adhurim dhe i teje, dhe mos me diri ju, kur prej rrugës tonë, ja Rabbel Alamin. O Zët, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. O Zët, nëse do dynjan, prokopimin tonë më të lartin, po dhe ahiretin tonë me qenë prokopimin janë me lartë. Wallahi do të me bëke dua dhe pe përmbyllit, bën dua thuj, o Zët,
shtomi gojnë të ahiretit. Në dynje, me të shtu Zoti gojnë të ahiretit, me adis me i rëndit, të parën, o Zot që shko me të dojnë para të je. Pasha Allahu me e besu që të hakë besimtarit, dhe Allah i motë në të tim dynja. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu